A din që ke thonë? Wallahi, nalu thuve, a din që ke thonë, o gu, a din që ke thonë? O zemër, a din që ke pranu? Ti ke pranu diçka që qilet tu ka së ne bajnë. Mi aqit la ilaha illallah qilet, dërzohet. A din këtë fjallë? Se banë Allah, nuk e banë. Qa që është e ronë? Se, a i ka thonë Musa, alësëm Allah të zogjenë, o zëtë, mësa ma një fjallë, po? Që kur kush pe i kreseve nuk lutë veç o napëtë. Ka dosh një dua speciale, që Allah Gjellewala me e vequ me lutje. Ka thonë, thuj la ilaha illallah. Ka thonë, o zëtë, po, kullu khalqike je kulu në hadha. Krejt kresët tu e shfëthojnë, një pa diqka ma special. Allah ka nuk ka Musës, nuk ka puna me të thonë me. E pse tonë e thojnë, që janë tonë të njëjta. Apo? Puna është me kuptimin e drejtë të kësaj që thuat. Andaj Allah Gjellewala i ka thonë Musës, o Musa, a din se në qofse, krejt që ka kanë qilë, posë Allahot, pej arshit e të poshtë. A mushën paramënu sa është e madhe e, s'munësh, e di, se s'kena mundësina. Përfundon limiti i arsyes tonë dhe mendjes tonë, apo për ta kuptu sa është qilli, e sa është arshit, sa është kursia. Mirë po, Allahu ka thënë, krejt mu vendosë me njën të peshojës. Edhe krejt që ka konë tukë, edhe tuka, bashkë me krejt njerës dhe me krejt që ka konë mu vendosë, me një anë të peshorës. Edhe me një anë të të la ilaha illallah, do të vind të marën la ilaha illallah. Fjala, dëshmija Allahut është e ronë, jo dëshmija jonë, se e jonë është e letë. Apo, që ta fatkeqësisht musliman, dëshmon që është la ilaha illallah, edhe tani ranë. Subhanallah, asë për të gjenë ranë që e fjallë, la ilaha illallah, që s'po me mashtru Allah, që s'po me rajtë. Kur ti e dëshmitar, i një dëshmije më të madhe që e ka njoftë njerëzimin dhe një herë, që shbot kjo punë Allah.